Fap koltuku kthehet nga lindjelli. Fap koltuku. Një djali bukur po lëndron në një koltuk në ujë. Dhe zemra po rrjedh. Moza, do ma japësh një peshkirë të lutem? Peshqir? Po, a ki që aty afër? Po, punë është beach girli. A jeti beach girla? Voilà. Kam kënaqësinë të jap një peshqir. Çfarë ngjyre do, portokall apo blu? Nëse ka portokall, ama portokall. Ja ku e kam. Puna kozmostursit. Voilà, portokall. I freskët, i lar, i palosur dhe i përsosur. Mund ta hedh? Jo. Mos më të rriq. Jo, se ki mikrofon nuk u zonë. Mos do në i birë vatan, në i pje. Se unë për shërbime jam këtu. Bar girl. Çfarë dëshironi ju lutem? Klienti im. Po nëse të dua ty. Është pjesë... Kur të mbaroj turnin sonte, se Në aso mbaron turnin. Qarore, po kjo është problemi që ne nuk dim orën këtu. Po ti ke orë në dorë. Kjo është bëzëlyk, se po të kisha orë, kishe marrë pronari me kohë si që morit parën. Kështu që shihemi nga darka vonë. Po ndo iki sot, Gjakov. Jo, mos e bë këto. A të pres? Më prit sonte, më prit. Në orën e vonë. Ku të pres? Kam një qymez. Te poni? Aty në qymez. Qymez janë ato kotojsa që kemi bërë. Ku të presë? Aty në qymez. Okej, te pres në qymez. Vonë apo në mëngjes? Varet nga pronari, thash, kur i fik dritat. Kush është pronari? Agaj. E një Agajin unë. E njeti Agaj? Qa lloj tipi është? Është i bukur. I bukur? Po i gjatë. Me pakurriz të ta. O, Aga. Nuk është shaka, o Aga. Kështu qa do pish, lutem? Se unë jam femër serioze, ato ishin për shaka, po... Do kisha pi një paça. Paça? Qa lloj tipi? Kam besim të shia jote. Mente apo pjeshk apo lule shtrydhe? Kam besim të shia jote. Do të hedh kokapil tash, se u bë shumë e komplikuar. Paça. Duhesh mi bëhet kështu se ndryshe s'ki shans. Qërë ngam, e kini dyshet gaca tjetë madhe, bjerë është në së rrënë. Po veçin pa mikrofon për bu. Klientela, më erdhi dhe një vajzë. Qa do pini ju lutem? E mora me lule shtrydhe se është simboli i dashurisë. Faleminderit, nuk ma hapet a? Duna mi hap veta? Për zotin, i kam cilëso. Mikrofoni. Qa do të pish në gjë nga baristja? Kur gjë? Paskara me les duhan. Në këtë sektor lejohet ndezja cigares, po keni kujdes se brenda në pishin ndalohet duhani. As mua as me lejota? Tash i përjashtime bën, po Për ty s'ka. më pritet rroga. Po ta japun rogën me zemër. Nëse ti ma jep rrogën, pije cigaren, Allah dhe ke. Sa ke rogën? 300 në muj, 10 euro dita. Do t'jap 600 unë sonte. Vërtet? Dhe qajde? Edhe për 60 do kisha ardhë. I'm joking. Po kësaj gotës a i qënë me pi diçka pi me? Kjo është baristja e dytë e lokalit, prandaj po doja afroj, po kjo është shërbim vetë. A mundet marrë dhe kjo sonte? Jo, a? Jo, do të jap ajo përgjigjen. Po, a pranon ti? Unë varem nga klienti gjithmonë. Nuk varem nga unë. Po t'isha e pasur, po. Bëja ligjin, po kur je fukara, do pranosh. Do vish? Por, do pranosh. Malbora.
Kujdes mikrofonin. Po shiko, do pranosh, ai që pranon shikon. Ai nuk fikon, po ai shikon. Dhe çfarë shikon ai që pranon, atë që nuk e shikon ajo ose ai që nuk pranon. Kështu që pasuria e tij që pranon është më e madhe se pasuria e tij që refuzon, sepse shikon the other side of the moon. The other side of the moon. Nuk ta lën sin. That thing, kur frekuenton dikë, ai toleron ose ajo toleron. Me këtë rast ti shikon. Yti ose jotja këtë gjë nuk e pranon, por ajo ose ai nuk shikon. Dhe të shikosh, do të thotë ti thuash fatit po. Ashtu si që është, i ndyr, muna fytyr, të them po fat. Dhe jam e fat se shoh anën tjetër tënde. Moza po e kisha jap me ditë çfarë tha deri tash. Ha! Se pas ka kuptu. Ti s'kupton aty ku të them. Ja. Po unë s'jam nga këto. Unë kuptoj aty ku them. A do vish? Kuptimi s'është gjë tjetër vetëm dhimbje e koncentruar. A do vish as do vish sonte pra? E margarituar. Kuptimi. Kuptimi. Lotët dhe dëshpërimi. Pastaj buzëqeshja e plot. Kur kupton se kjo botë është e kotë dhe me një fshes e hedh në kovë. Mos egzagerova? Absolutisht, vazhdo, po e shijoj. Zemër, e ka folë shumë. Jo, më pëlqen, vazhdo. Unë jam klient këtu, ti... Shiko, nuk jam unë, ishte altoparlanti i barit, mund ta fikim. Fike. Ju lutem, droni stacion, pak Jo, leje se jam unë. Aga, pak muzik. Po, unë sa mirë do bënte. Të jasni gjo. Aga, të lutem, pak muzik. Se klienti mund edhe të hik. Dhe pasaj s'do kesh para, dhe do më bësh mua hata, që nuk i shërbeva mirë, nuk i shërbeva me dëshirë. Klienti kërkon muzik, aga, mos ki frikë, jepi muzik këtij djaloshi të bukur. Jepi muzik. Një gjo aga, një gjo, ngoje. Ngoje. Ngoje aga. Ngoje aga. Shiko, kam dhe një bukuroshe këtej aga, që s'po m'dihet, po që është shumë e rrezikshme. Ju lutem jepi muzik, ajo është dhe kantautore. Moza, kujdes mikrofonin, për fat. Jo, kujdes është kujdes, me s'fol pallavra. Faleminderit shumë klienti im, s'to vi sonte fare, s'kam nevojë fare për ato eurot e tua. Do rri me 10 euro dita siç ma ka caktuar Agaj. Nuk e besoj që s'do vish. Dhe do bëhem ashtu sikur se jam një femër e ndershme. Edhe po folet ti fshiva këmbët me fshes, ti ota ke kosh i plerave. Fap, fap, fap. Ka më gjë për të fshirë këtu mi? Ka në qikati? Apo tale për më vonë? Që fshije kompiren. Leje qik për më vonë. Ka i qik, po. Moza, kujdes mikrofonin, për thot. Prape? Pas ka ranë uj mikrofoni. Jo, kujdes dhe rregullon, dallon. Kujdes është me s'fol pallavra. O palavër, kam përtrit palavër ty. Ma e men që atë. Mos fëni qofte.